Nëse dikush do ta vizitonte Barcelonën, Parisin apo vende tjera për arkitekturën e bukur, të veçantë, rrymat e ndryshme në kohë që janë aty në godinat e këtyre qyteteve, për çfarë do ta vizitonte një huaj Shqipërinë? Për Beradin, për Gjirokastërën, për monumentet e kulturës, për Apollonin, për qindra kisha, për qindra objekte, për gjurmët e vjetra të rrugës e Gnateja, për trashëgimin që kemi krijuar dhe ndër vitet e komunizmit dhe për kaosin pastaj që kemi krijuar në këto vite. Ka qytete që janë rrutur, kemi ne arkitekturë socialiste? Godina? Mund të ketë godina të veçanta që kanë rezistuar, por për fat keq ne jemi vetë dëshmitar që nuk ka ngelur asgjë e pa prekur, e pa impaktuar nga kaosi dhe nga dëshira për ndërtuar kudo që ne duam të gjejmë mënyrën të ndërtojmë aty. Kështu që është shumë e vështirë. Unë të paktën mallëngjem ndonjëherë kur shikoj ca foto online që si ishte një qytet dhe si është. Jo sepse s'duhet zhvillimi, por sepse kishte një kuptim se si ishin bërë disa organizime dhe nuk ka sens logjik se si janë bërë disa transformime sot. Sepse marrim Tiranën për shembull. Në qoftë se të kishte lënë kullën e Sahatit do dominonte sheshin. Në qoftë se të kishte lënë lagjen me shtëpitë e vjetra, ishin aty. Në qoftë se kishte lënë vilat që ndërtohen italianët në një zonë, bllokun qeveritar me atë identitetin e vet, dhe kishe bërë Tiranën realisht bashkohore në një zonë më të veçantë, Tiranën e kullave. Do ta kisha realisht Dubain që duan pasanikët tanë dhe si Berlinin e ri, po. New Berlin. Dhe do kishe, e kupton çfarë shkolli ishte dhe po e lidh me ata arkitektë që formojnë sot në Tiranë për shembull? Nuk i pyet njëri arkitektët, Nuk i pyet, po jo. Atëherë nuk i pyet në fazat e mëdha të vendimarrjes. Dhe për fat keq pasi një farë pikë edhe ata që ndoshta kanë pak zënë në vendimarrje, pastaj mendoj se zgjedhin rrugën më të lehtë dhe pranojnë të mirat që sjell ajo. Kjo është edhe arsyeja dalim të